Dega Aleancës Kosovare të Biznesit në përmbyllet e vitit 2015 ka mbajtur takime me disa afaristë dhe media duke për të raportuar për punën njëveçare. Me këtë rast të kryetari i kësaj dege Liman Aslani ka raportuar për punën e AKB-s veçanërisht në Prizren. Ai tha se zyra regionale e Prizrenit në vitin 2015 organizoi zgjedhjet regionale dhe mori pjesë me përfaqësuesit e vet në kuvendin zgjedhor të AKB-s. Nga rrodhët e saj u zgjodhen 2 nënkryetar të bordit, Burim Pirej dhe Qemal Ismaili. Në muajin qershor, zyra regionale në Prizren ka mbajtur një takim ku inicioi të ndryshimet produzim administrativ për shpenzimet të transportit në të mirë të biznesit vendor, shqyrtoi projekt ligjin për TVSH-n dhe kërkoi që qeveria të bëjë publike listat e përfituesve të falive deri me 31 dhjetor 2008. Gjatë këtij viti kishte vështirësi të theksuar veç mes komunitetit të prodhues, për shkak të vështirësive fiskale, po ashtu edhe për shkak të infrastrukturës. Përderisa komuna Soarekës vazhdon të akomodojë me sukses bizneset në zonën industriale në Shirok, në Prizren kjo iniciativë mbeti peng. Unë mendoj që është më shumë peng e individit dhe grupit të interesit, se sa që ka të bëj, domethënë me pengesa që po i përshkruan ministrive. Presojmë që vitin ardhshëm ky problem do të kalohet, sepse po ndodhen 4 vjet dhe komuniteti i biznesit në Prizren nuk po mund me ju qasë zonës industriale cila është bu publike. Pushteti lokal krahas investime kapitale që krijojnë kushtet e mirëqenies së qytetarëve, domethënë çdo investime kapitale që po bën, duhet të angazhohet në krijimin e zonave me infrastrukturë përcjellëse për investitorë. Domethënë jo vetëm me thonë kena ndo, por duhet me ofruar rrymën edhe ujin. Pastaj, me qenë se shumë biznise mbyllen, thojza, mbyllin parat në pronat e palujshme, domethënë sikur po blen thokë si po varrosesh. 1 milion po blen thokë. E veçma se investitorët e huaj kur po vinë këtu dhe kur pithomun në pjesë lubizës po bën 20.000 ari, 20.000 euro një ari, ai po thotë këtu s'kam punë, ai po thon, s'kish ka me diskutu. Domethënë kjo është shumë që sa herë kena thënë me vite. Kurse me këtë rast drejtori i drejtorisë së arsimit në Gjaçorçe kërkoi që të ndihmohet nga AKB-ja që Prizreni të ketë një shkollë të mesme të bujqësisë për shkak të nevojave të shumta që ka ky lokalitet. Si ka mundësi që të bashkëpunojmë me aleancën e biznesit, me juve, me bon një sensibilizim të masës, edhe me na ofrue qoftë nevoja në ndihmë, në kuptimin edhe ndihmë materiale, po të paktën me gjetë një formë qysh me bon atë propagandë, përmes logjistike, përmes broshurave, përmes reklamimit, që me ngjall interesimin të paktën mi hapën profilet, se pa u hapën shkolla, dhe më thonë, me fillu viti por, është shumë vështirë dhe më ndërtu një objekt shkollor ku s'kemi nxënësa. Se për mu ndërtu një objekt shkollor duhet me pas numrin faktikisht kushtet e para që duhet me pas në elementin bazë nxënësa. Ky është takim përmbyllës për këtë vit.